Edhe pse ishte paralajmëruar se deri të enjten do të prezantohej një draft për zgjidhjen e çështjes së dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, një dokument i tillë ende nuk është bërë publik. Kanë reaguar nga Bashkimi Demokratik për Integrim duke vlerësuar se mungesa e një zgjidhje është më e pranueshme se sa miratimi i një zgjidhje që do të binte ndesh me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Reagimi i adresohet zëvendës kryeministrit të parë Bekim Sali. Të enjten tha, do të ketë zgjidhje përfundimtare, zgjidhje nuk ka. Dhe për herë të parë, ky është një lajm i mirë, sepse çdo zgjidhje jashtë ligjit për gjuhët do të ishte katastrofale. Me sa duket, nuk janë të aftë të bëjnë as zgjidhje të këqija, thuhet në reagimin e partisë. Lidhur me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, Albi Qamili në emisionin On Time në televizionin Koha potencoi se dy bashkëkryetarët e Vlenit, Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti, pas takimit me kryeministrin Mickovski kanë deklaruar se kjo çështje do të zgjidhet, duke potencuar se këtë e ka konfirmuar edhe kryeministri gjatë seancës së fundit të Kuvendit. Por, sipas Albi Qamilit, Vlen shkon një hap më tej. Përveç provimit jurisprudencës, ne kemi identifikuar edhe 48 provime tjera që kanë të bëjnë me licenca profesionale, që edhe ato janë vetëm në një gjuhë, ne të gjitha do t'i bëjmë në gjuhën shqipe, kështu që së shpejti përveç provimit jurisprudencës, ashtu edhe si provimi për edukatorët që e bëm edhe në gjuhën shqipe, ashtu edhe provimi për mjek që e bëm në gjuhën shqipe, të gjithë provimet profesionale do t'jenë edhe në gjuhën anëtare gjuhën shqipe. Albi Qamili thotë se forma definitive është në prag të finalizimit nga ekspertët juridik, por pavarësisht formës kanë vendosur që zgjidhja të bazohet në parime të rëndësishme. Parimi i parë është se studentëve do të mundsohet plotësisht që provimin e jurisprudencës ta japin gjuhën shqipe, pra pikërisht për këtë që po e bëjmë betejën. Parimi i dytë është që të ketë zgjidhje të përhershme, zgjidhje ligjore, të qëndrueshme që mos varet nga vullneti i një individi, siç kemi rastin e ministrit aktual të drejtësisë Filkov, i cili për poena politike po përdor çështjet etnike, po e kemi rastin edhe të ministrave para prag të BDI-s që nuk patën asnjëri vullnet që me një akt normativ ta bëjmë provimin e jurisprudencës gjuhën shqipe. Parimi i tretë është që edhe shumë i rëndësishëm natyrisht nga përvojat e hidhura që kemi nga gjykata kushtetuese, që kjo zgjidhje edhe të mbrohet juridikisht, të mbrohet nga gjykata kushtetuese dhe gjykatësit normalisht që i ka vendosur BDI-a në gjykatën kushtetuese, dhe mos kemi asnjëherë problem siç kemi patur me zgjidhje gjysmake. Çështja e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe ka nxitur reagime të shumta gjatë muajve të fundit. Studentët shqiptar kanë organizuar 2 protesta në Shkup dhe një në Tiranë, duke kërkuar që provimi të mund të jepet edhe në gjuhën shqipe, siç argumentojnë ata, në përputhje me të drejtat kushtetuese dhe ligjore të garantuara për përdorimin e gjuhës. Lidhur me këtë çështje kishte reaguar edhe kryeministri Kristian Mickovski, i cili deklaroi se nevojitet durim dhe se zgjidhja duhet të zgjidhet në përputhje me ligjin.